LSDM akuzon kryeministrin Kristian Mickoski për përfshirje në rrjetin kriminal të energjetikës. Ish presidenti Stevo Pendarovski tha se gjuha shqipe është zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, përdorimi i saj është i rregulluar me ligjin e gjuhëve. Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 7 raste të dhunës në familje, 3 persona janë arrestuar për dhunë. %65% e qytetarëve kanë probleme mbi peshën, Fondi Shëndetësor propozon taks mbi sheqerin. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Kryeministri Kristian Mickoski akuzohet nga partia opozitare LSDM për përfshirje në një rrjet të biznesit të energjetikës me shtrirje rajonale, përfshir edhe Serbinë. LSDM ka hedhur akuza serioze se në këtë rrjet është përfshir edhe ministri e energjetikës Tanja Bozhinovska, ndërsa thot se kjo është arsyeja e shtrejtimit të rrymës. Ekipi antikorrupsioni LSDM-s ka shpalosur sot akuza serioze ndaj kryeministrit Kristian Mickoski. Partia opozitare pretendon se kryeministri është i përfshirë në një rrjet biznesi energjetik e cila shtrihet nga kompanitë offshore përmes partnerëve rajonal të biznesit deri te vendosja e njerëzve të afërt në funksione kyçe në institucionet shtetërore. Antari i bordit ekzekutiv të LSDM-s Jon Forçkovski në konferencën e sotme për media tha se bëhet fjalë për rrjet që lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë me biznesin e energjisë elektrike, ndërsa akuzoi se pikërisht në këtë rrjet fshihet arsyeja për rritjen e harxhimeve të rrymës. Shikojeni këtë oktapot, në krye është sigurisht Mickoski, por filloj me një emër për të cilin Mickoski nuk dëshiron të flitet, Dušan Adamović. Mickoski e ka mëruar konsul deri në Serbi, ndërsa 15 ditë i shmangej përgjigjes për lidhshmërinë me të. Përmes Adamovićit, një funksionar i SNS-s Partia Simotore Vëmëros arrimte një kompani offshore nga Kipro, prej nga fillon zbërthimi kësaj nyje së biznesit energjetik. Nga struktura offshore në Kipro është kompania Altaria Research Limited, e cila çonte Rudnap Group, një holding energjetik i biznismenit serb Vojin Lazarević. Ai shtoi se lidhjet më tej vazhdojnë edhe në veçqeverinë dhe se lidhja me qeverinë e Mickoskit është direkte. Forçkovski po ashtu pretendon se në këtë rrjet është e përfshirë edhe ministrja e energjetikës Tanja Bozhinovska, e cila ka qenë drejtoreshe ekzekutive e Rudnap Group dhe drejtuese në Rudnap Duel Shkup. Rrethi me interesat e biznesit energjetik dhe pozicioneve politike rrumbullaksohet edhe me vendosin e njerëzve të tjerë në funksione kyçe. Në Bankën Zhvillimore Mickoski e mëron bashkëshortën e partnerit të tij në Hidrocentrale, Efimia Dimovska. Për çdo biznes nevojitet bank. Në Rek Manastir, prodhuesin më të madh të rrymës, drejtor bëhet Ivan Kukovski, i afërt me familjen e Mickoskit dhe ish këshilltar i Bozhinovskës. Pse është e rëndësishëm Rek? Sepse kur prodhohet më pak rrymë, Maqedonia duhet të importojë rrymë të shtrenjtë prej jashtë vendit. Forçkovski paralajmëroi se në periudhën vijuese do të ketë detaje të reja për këtë biznes rrjet, përkatësisht do të ketë segmente të reja për lidhjet me Serbinë, Çekinë dhe Austrinë. Ish presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski ka deklaruar se gjuha shqipe është zyrtare në vend për shkak të përqindjes së shqiptarëve që jetojnë aty dhe se përdorimi i saj rregullohet me ligjin për gjuhët. Sipas tij, do të ishte problem serioz nëse ligji shpallet jo kushtetues. Pendarovski theksoi se megjithse ligji ekziston, në praktik përdorimi i shqipes nuk zbatohet gjithmonë plotësisht në institucione dhe gjykata. Ish presidenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, ka folur për statusin e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Ai deklaroi në TV1 se ajo është zyrtare për shkak të përqindjes së shqiptarëve që jetojnë atje. Sipas tij, përdorimi i shqipes është rregulluar përmes ligjit për gjuhët, i cili është ndryshuar disa herë për të përmirësuar të drejtat e komunitetit shqiptar. No, it is official. We have, in essence, because of the 20% of the people comprising this country. Yeah, no, we have, in the meantime, we have accepted
two law languages, meaning it is the title of law language, but it's in essence a law and Albanian language. The first was, I think, in 2008. And the last one was in 2017 or something. So we have changed that law several times, upgrading the rights of Albanians in this regard. But what happened in the meantime? Somebody, allegedly some private citizen, not known to the general public, has submitted a motion in front of the Constitutional Court, saying that the law languages, law and Albanian language, is not in line with the Constitution, and asking for the annihilation of that law. Gjykata kushtetuese tashmë ka planifikuar një seancë për këtë çështje dhe siç thot ish presidenti, do të jetë problem i madh nëse ata do të asgjësojnë këtë ligj për gjuhët, që kinse nuk është në përputhje me kushtetutën. Sipas tij, edhe pse ligji garanton të drejtën e përdorimit të shqipes, në praktik kjo e drejtë nuk zbatohet gjithmonë në nivelin e parapar. Megjithatë, Pendarovski theksoi se problemi kryesor mbetet zbatimi praktik i ligjit, sidomos në institucione dhe në sistemin gjyqësor. The Albanians can use that language. And why not? Not because some the people in the judiciary are saying that there are no technical possibilities, equipment in all the courts throughout the country to use that. Each Albanian living here said, what about these rights? Are they implemented practically? Pendarovski tha se nëse ligji për gjuhët mbetet vetëm në letër dhe përdoret për propagandë politike, atëherë nuk u shërben qytetarëve që duhet të përfitojnë nga këto të drejta në praktik. Sipas tij, ligji ekziston, por nuk po zbatohet në jetën e përditshme. Ai theksoi se nuk mjafton që partitë politike të krenohen me miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe, nëse të drejtat që ai garanton nuk zbatohen realisht. Çdo shqiptar që jeton këtu duhet të pyes nëse këto të drejta po zbatohen në praktik. Mund t'ju them se nuk zbatohen plotësisht, deklaroi Pendarovski. VMRO DPMN akuzoi se pas protestës të sindikatave qëndron partia e Venko Filipçës. Deputeti Brane Petrushevski tha se lidhja e sindikatave dhe LSDM po abuzojnë me punëtorët dhe të drejtat e tyre vetëm për t'u dukur në skenën shoqërore. E shtuna, të gjithë kanë të qartë se lidhja e sindikatave të Maqedonisë dhe LSDM veprojnë së bashku dhe se të dyja janë të pafuqishme dhe vetëm plotësojnë njëra tjetrën. Kështu tha në konferencën e sotme për shtyp deputeti i VMRO-s, Brane Petrushevski. Ai vlerëson se në protestën e djeshme të paralajmëruar prej kohësh nga lidhja e sindikatave të Maqedonisë, është të vërtetuar se kush qëndron pas protestës. Građani treba svedoci dekana. Qytetarët dëshmuan se në të ashtu quajturën protestë sindikale kishte njerëz me simbolet të LSDM-s. Mund t'i shihni simbole dhe materialin promovues të LSDM-s në fotot pas meje. Kjo është vetëm provë se sindikalistët nuk organizuan vetë, se sindikalistët u ndihmuan nga selia lokale e LSDM-s, dhe ata i ndihmuan ata në të gjithë organizimin e protestës së djeshme. Ata u ndihmuan nga njerëz të LSDM-s nga Kumanova, Tetova, Strumica dhe të ngjashme. Ai thot se në këtë rast specifik, LSM dhe LSDM po abuzojnë me punëtorët dhe të drejtat e tyre vetëm për të dukur në skenën shoqërore. Petrushevski thot se VMRO DPMN vazhdimisht qëndron pas punëtorëve dhe të drejtave të tyre. Sipas tij, VMRO DPMN po bën gjithçka që mundet për të përmirësuar standardin e çdo qytetari, respekton të drejtën e punëtorëve për të protestuar dhe për të kërkuar të drejtat e tyre të punëtorëve, përfshir paga më të larta. Megjithatë, sipas tij, ajo që po ndodh nuk është një protestë nga punëtorët, por një lojë nga LSM dhe LSDM. Gjatë 24 orëve të fundit në disa qytete të vendit janë regjistruar 7 raste të dhunës në familje, ndërsa 3 persona janë privuar nga liria, njoftojnë nga policia. Në një fshat të rajonit të Strumicës, policia arrestoi një burr 34 vjeçar dhe një grua 29 vjeçare, pasi të dy raportuan se ishin sulmuar fizikisht nga njëri tjetri në shtëpinë e tyre. Ata janë ndalur në stacionin policor dhe për rastin është njoftuar prokurori publik. Në Prilep, një 25 vjeçare denoncoi se ishte sulmuar fizikisht nga vjera e saj, ndërsa në Kavadar u arrestua një 41 vjeçar pasi dyshohet se kishte kërcënuar dhe kishte penguar partneren e tij 46 vjeçare të largohej nga shtëpia. Raste të tjera janë raportuar edhe në Kërçov dhe Shkup. Në një fshat të Kërçovës, një burr dyshohet se ka sulmuar bashkëshortën e tij, ndërsa
Në Shkup, 2 gra kanë raportuar dhunë nga bashkëshortët e tyre në lagjet Bitpazar dhe Kiselavod. Po ashtu, një burr 34 vjeçar ka denoncuar se është sulmuar fizikisht nga partnerja e tij në Kiselavod. Autoritetet po ndërmarrin masa për zbardhjen e plotë të gjitha rasteve, ndërsa pas dokumentimit pritet të paraqiten kallëzime përkatëse. Fondi për sigurim shëndetësor propozon vendosjen e të ashtu quajturës taks mbi sheqerin, një masë që synon të nxjisë qytetarët të drejtë zakoneve më të shëndetshme ushqimore, por edhe të motivoj industrinë ushqimore të ofrojë produkte me më pak kalori dhe sheqer. Mbi peshë është të bërë një problem serioz. Rreth 65% e qytetarëve në vend kanë problem me peshën e tepër të trupit. Obeziteti po bëhet gjithnjë e më shumë një problem serioz i shëndetit publik në Maqedoninë e Veriut. Sipas të dhënave të fundit, deri në 65% e qytetarëve ka në indeks të lartë të masës trupore, ndërsa rreth 30% përballen me mbipeshë. Këto statistika tregojnë se problemi i kilogrameve të tepërt po bëhet një nga sfidat më të mëdha shëndetësore në vend. Me rastin e ditës botërore të obezitetit, Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Shëndetësisë nisi një fushat me moton rrethi i mbështetjes. Për të humbur peshë më lehtë, mos gjykoni, ndihmoni. Qëllimi i fushatës është të rrisë ndërgjegjësimin publik për rrezikjet e obezitetit dhe të nxjisë më shumë mbështetje për njerëzit që përballen me këtë problem. Ndërkohë, Fondi për sigurim shëndetësor propozon vendosjen e taksës mbi sheqerin, si një masë për të inkurajuar ushqyerje më të shëndetshme dhe për të nxitur industrinë ushqimore të ofrojë produkte me më pak kalori dhe sheqer. Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron se problemi është serioz edhe tek më të rinjt. Sipas të dhënave të tyre, çdo i treti fëmijë në Maqedoninë e Veriut ka probleme me peshën trupore, gjë që tregon nevojë për më shumë aktivitet fizik, ushqim më të shëndetshëm dhe reduktim të zakoneve të dëmshme. Kryetari i qytetit të Shkupit Orce Gjorgjevski njoftoi se ka nisur një aksion i gjerë dhe i koordinuar për pastrimin e plotë të shtratit të lumit Vardar. Aksioni përfshin pastrimin e plotë të shtratit të lumit përgjatë rrjedhës së tij në territorin e qytetit. Ekipet e ndërmarrjeve publike po punojnë në mënyrë të koordinuar, ndërsa paralelisht po pastrohen dhe shtigjet për këmbësor dhe bicikleta përgjatë kejit. Sipas Gjorgjevskit, ky është një hap i rëndësishëm që shumë vite kishte munguar për një nga shenjat më të njohura natyrore të qytetit. Ai shtoi se kjo nuk do të jetë një aktivitet i vetëm, por një praktike përhershme për mirëmbajtjen dhe pastrimin e kejit në mënyrë që qytetarët e Shkupit dhe vizitorët të gëzojnë një metropol më të pastër dhe më të rregulluar. Gjithashtu u bë apel qytetarëve të tregojnë përgjegjësi ndaj mjedisit, duke theksuar se lumenjet, parqet dhe hapësirat publike janë pasuri e përbashkët dhe ruajtja e tyre varet nga secili. Garda revolucionare iraniane ka premtuar se do të vrasë kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu, ndërkohë presidenti SBA deklaroi se një marrëveshje për të dhënë fund luftës është ende larg pavarësisht sinjaleve të gatishmërisë nga Teherani. Të paktën 223 gra dhe 202 fëmijë janë vrarë në sulmet amerikano-izraelite ndaj Iranit që nga 28 shkurti. Garda revolucionare iraniane ka lëshuar një deklarat të ashpër ndaj kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. Në deklarat thuhet se nëse ai është ende gjallë, Irani do të vazhdojë ta ndjekë dhe ta godasë me të gjitha forcat e tij. Pasiguria mbi fatin e kryeministrit kriminal sionist dhe mundësia e vdekjes ose arratisjes së tij me familjen nga territoret e pushtuara zbulojnë krizën dhe paqëndrueshmërinë e sionistëve. Nëse ky vrasës kriminal fëmijësh është ende gjallë,
ne do të vazhdojmë ta ndjekim dhe ta vrasim me të gjitha forcat tona, thuhet në deklaratën e Gardës Revolucionare. Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump ka sulmuar ishullin iranian Kark, përmes të cilit kalon rreth 90% e eksporteve të naftës së Iranit. Trump shprehu gjithashtu habi për sulmet e Iranit ndaj vendeve të tjera si përgjigje ndaj operacioneve ushtarake amerikano-izraelite dhe i përshkroi sulmet amerikane në ishullin Kark si të tilla që kanë shkatëruar plotësisht shumicën e objekteve ushtarake të ishullit. Ai shtoi se mund ta godasim edhe disa herë të tjera thjesht për qef. Ai u ka kërkuar gjithashtu vendeve të tjera të përfshira të dërgojnë anije për të mbrojtur ngushticën e Hormuzit, duke bërë të ditur se disa shtete janë zotuar të kontribojnë në sigurinë e saj. Trump deklaroi gjithashtu se një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës është ende larg, pavarësisht sinjaleve të gatishmërisë nga Teherani. Kushtet ende nuk janë mjaftueshëm të mira, u shpreh ai. Gjatë natës, Izraeli u përball me një seri sulme ajrore. Ndërkohë, shpërthime të forta u raportuan edhe në Bahrein gjatë natës. Kuvajti, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabia Saudite njoftuan se kanë ndërprer disa sulme të nisura nga Irani. Të paktën 223 gra dhe 202 fëmijë janë vrarë në sulmet amerikano-izraelite ndaj Iranit, që nga 28 shkurti, njoftoi sot Ministria Iraniane e Shëndetësisë. Viktimat përfshin 3 gra shtatzëna dhe 12 fëmijë nën moshën 5 vjeç. Ministria shtoi se 41 fëmijë janë plagosur gjithashtu në këto sulme. Sipas deklaratës, sulmet amerikano-izraelite kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në infrastrukturën shëndetësore të Iranit, me 153 qendra shëndetësore të dëmtuara në mbar vendin. Ministri i Jashtëm i Turqisë Hakan Fidan u zotua të shtunën se Ankaraja do të rezistoj të gjitha llojeve të provokimeve, duke vënë në dukje vendosmërinë e qartë për të mos rënë pre e provokimeve të tilla mes tensioneve në lindjen e mesme. Turqia do t'ju rezistoj të gjitha llojeve të provokimeve, vendosmëria e presidentit ton për këtë çështje është e qartë. Turqia nuk dëshiron të marrë pjesë në këtë luftë pa drejtë që vazhdon dhe ne jemi absolutisht kundër përfshirjes në të. Gjithashtu kemi një vendosmëri të fortë për të mos rënë pre provokimeve, ka thënë Fidan, duke vënë në dukje veprimin e Tel Avivit ndaj xhamisë së tretë më të shenjtë në Islam. Fidan paralajmëroi se mbyllja e xhamisë Al-Aqsa nga Izraeli për adhurim paraqet një hap të rrezikshëm që mund të shkaktojë një val të rezemrimi në rajon. Duke i bërë thirrje bashkësisë ndërkombëtare të veprojë, Fidan tha se aktorët global duhet të ndërmarrin hapa urgjent në përgjigje të krimeve të vazhdueshme të Izraelit. Ministri i Shkencës, Arsimit dhe Rinisë së Kroacisë ka propozuar ndryshime të rëndësishme në rregulloret shkollore, duke përfshirë një ndalim mbarkombëtar të përdorimit të telefonave celular në shkollat fillore. Sipas ministrisë, ndryshimet synojnë të përcaktojnë qartë sjelljen e nxënësve, të përmirësojnë sigurinë dhe rendin në shkolla dhe të sigurojnë ofrimin efektiv të arsimit në përputhje me rregulloret ekzistuese dhe praktikën e vazhguar. Përjashtimet do të zbatohen vetëm për qëllime arsimore shëndetësore ose qëllime të tjera të miratuara me lejen e shkollës. Nxënësve do t'ju lejohen ende të sjellin telefona celular në shkollë, por nuk do t'ju lejohet t'i përdorin ato gjatë ditës së shkollës. Pajisjet do të mbahen në çanta ose dallap, varësisht nga rregullat e brendshme të secilës shkollë. Në shkollat e mesme, ndalimi aktual i përdorimit të paautorizuar të pajisjeve gjatë mësimit mbetet në fuqi. Shkollat do të vazhdojnë të kenë mundësi të kufizojnë më tej përdorimin e telefonave celulare jashtë orëve të mësimit përmes rregullave të tyre të brendshme. Lajmi i sportit ishte i fundit për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.